Motra tone, kryevepra e piktorit Koli Dromeno, përbën një nga portretet më të njohura të artit shqiptar. Së fundmi, për figurën e motrës së vetme të piktorit shkodran, po përgatitet një dokumentar nga regjizori Vranin Gecaj nga Kosova. Ai ka zgjedhur pikërisht motrën tone si boshtin tematik të projektit të tij të fundit. E në këtë rrugëtim, një moment i veçantë ishte edhe dhurimi që ju bë Muzeut Historik të Shkodrës nga pasardhësit e kësaj familjeje. Një bust i Idromenos dhe disa veshje që i shpëtuan luftës së Kosovës e që i përkasin motrës tone, tashmë do të jenë në fondin e Muzeut Historik të Shkodrës. Jam shumë i kënaqur për ku e kam prun këtu në muzej, edhe në Shkodër. Gjamadane, do pelhura, do senet original, motrës tonë. Kem pas dëshirë të madhe për me dhuru këtë bust, me qenë një farloj si sheje. Na patëm një fat keq se kem pas luftë në Kosovë. Gjithat ato që ka kem mujtë mirujt i kanë kallë. Fondi muzeor i Muzeut Historik të Qytetit të Shkodrës tashma pasurohet me disa objekte shumë të rëndësishme të dhuruara nga trashëgimtarët e një figure të jashtëzakonshme që qyteti ynë ka si Koli Dromeno. Është një fat i madh sepse është një rikthim simbolik tashma i kësaj figure në qytetin tonë. Regjizori Gecaj theksoi se projekti ka për qëllim të hedhë dritë mbi rrënjët familjare dhe shpirtërore të këtij portreti. Filmi dokumentar për pasardhësit e motrës tone, Koli Dromenos, është në përfundim e sipër. Kemi shumë detaje të bukura dhe tregimi është në kompletim e sipër dhe do të dalë një gjë e bukur. Dokumentari pritet të shfaqet së shpejti. Në kohën kur u realizua portreti, as motra tone, as vet Idromeno nuk e dinin se po krijoi piktura e parë realiste në Shqipëri dhe se në atë vepër do të shënoi fillimi një faze të re në të gjithë artin shqiptar. Portreti u punua në 2 shkurt të vitit 1883.